Tronditet media dhe rrjetet sociale, fenomeni shkodran Luis Ellis sapo ka zbuluar mëngjesin e sotëm se ka realizuar një ndërhyrje kirurgjikale. Ai ka publikuar një foto ku tregon edhe se ku është operuar. Gjithë rrjeti nuk po ndalet se e komentuari këtë ndodhi që ka pësuar Luisi. Në foton e publikuar mund shohim njërën këmbë të tij të fashuar tek pjesa e kërcirit më së shumti. Bashkangjitur me foton Shkodrani ka vendosur edhe një mbishkrim ky thotë: gjatë operimit nuk kisha dhimbje, por kur ndalova tek recepcioni për faturën, aty më filluan krizat. Kjo fjali, edhe pse e shkurtër, përçon mjaft humor dhe një kritik të lehtë ndaj kostove të larta që mund të shoqërojnë shërbimet mjekësore. Siç duket, fenomeni Shkodran është detyruar të bëjë një ndërhyrje, gjë që askush nuk e dinte dhe nuk kishte informacion mbi këtë. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tij kanë reaguar të shqetësuar dhe mjaft të habitur për këtë që Luisi ka zbuluar para pak minutash. Ata kanë vërshuar me qindra komente dhe mesazhe kundrejt tij ku normalisht i urojnë shërim të shpejtë, por gjithashtu e pyesin se çfarë ka ndodhur dhe pse e ka bërë atë ndërhyrje në këmbë. Ndërhyrja kirurgjikale duket të ketë qenë në zonën e gjurit ose këmbës, pasi ajo është e fashuar dhe ai shfaqet në video i ulur në një karrige me këmbën e shtrirë. Edhe pse detajet mbi operacionin nuk janë bërë publike, nga postimi kuptohet se gjendja e tij është e qëndrueshme dhe se ai po rikuperohet me humor dhe pozitivitet. Me siguri diçka i ka ndodhur fenomenit Shkodran, gjë që ai do e bëjë të ditur më vonë. Ndërkohë mbështetësit dhe ndjekësit e tij kanë nisur me dyshimet e tyre që kjo ka qenë edhe një arsye sepse Shkodrani i zemrës nuk ka qenë aktiv këto ditë aq shumë sa ka qenë më parë. Në pritje të rikuperimit të tij të plot, shqiptarët që e ndjekin me shumë dëshirë dhe dashuri shpresojnë ta shohin sa më shpejt në skenë apo në projekte të reja muzikore. Deri atëherë, i urojmë Luisit shërim të shpejtë dhe të lehtë. E sigurt që ai do të rikthehet më energjik dhe më i fuqishëm se kur pas kësaj ndërhyrje që ka bërë së fundmi. Na mbetet të presim dhe të shohim nëse Shkodrani i zemrës do të ja informojë më vonë edhe për arsyen e këtij operimi që askush nuk kishte dieni.